لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن O i vëllezër, jemi duke i pritur 10 e Dhul-Hijjes, 10 ditë e Dhul-Hijjes. Dhe me lejnë Allah të Azza na ka mbet pak ditë dhe me i më thonë në 10 e Dhul-Hijjes. Muslimani në këto ditë du të ketë kujdes dhe të runë këto ditë. Të veçan këto ditë me adhurimet e përgjithshme. Adhurimet e përgjithshme janë namazet ditore, domethënë, pastaj namazet nafile, përmendja e Allahut, shtimi i dhikrit, shtimi i fjalës Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, ashtu që shkon transmetim prej sahabëve që ata dhe na për pazare kur kanë hyrë, kanë bërë domethënë në këtë lloj të dhikrit. Shtimi i sadakës dhe mundësia e mirë e agjerimit shpërblet edhe në këto ditë. Si mbaz veprave të sahabëve që ata këto ditë i kanë shfrytzuar edhe me agjerim. Allah Azza wa Jall, o ju besimtar, ju musliman, është betu në këto ditë dhe jep vlerë domethënë këtyre ditëve kur Allah betohet në këto ditë. Dhe kjo është e padyshimta, subhanallah. Allah thot: "Wal fajr wa layalin ashr." Pasha agimin dhe pasha 10 netet. E që e ka për qëllim, la thonë ditët e Dhul-Hijjes. Në fillim të ajetit, Allah është betu në agim, nga se nuk ka mundësi me e qel natën vetëm se agimi, dhe nuk ka mundësi me uqujt, da më thonë, si natë që vjen nata, vetëm se duke i kalu ditët. Andaj, në jep kuptim, shumica e ulemave dhe shumica e sahabëve, si mbas ajetit fillimit dhe ajetit dytë, do të thonë pasha agimit dhe pasha 10 netët, shumica e sahabëve dhe komentatorët e Kuranit thonë që ka për qëllim Allah Azza wa Jall është betu në 10 e Dhul-Hijjes. Andaj o musliman, ruji këto ditë me veprat e përgjithshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon për këto ditë se si Allah Azza wa Jall i veçan ditët dhe i dan brenda këtyre ditëve i dan veprat më së shumti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka prej ditëve më të dashura tek Allahu Azza wa Jall për veprën e ta, se sa këta ditët e Dhul-Hijjes. Çka nuk kuptojmë në këtë hadith? Ditët janë të Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall i ka kriju këto ditët. Mirë po, neve i te i kalojmë këto ditët duke i thonë viti. Për vitive, për komplet ditët, për vitit, më së shumti që Allah Azza wa Jall i jep rëndësi janë këto ditët. Mirë po këto ditë më të shumti që Zoti i jep rëndësi është që Allah Azza wa Jall i dan veprat e mira në këto ditë. Andaj o musliman, kujdeso. Allah Azza wa Jall po i veçan këto ditët dhe po na tregon që për veçimeve këtyre ditëve më së shumti i dan domethënë veprat. E Zoti kur i dan veprat, çka ndodh? Allah Azza wa Jall yudha'af lahum, i shton domethënë shpërblimin e çdo vepre që e bën. Kur Zoti i dan veprat në këto ditë, Allah Azza wa Jall është ai i cili cakton me dëshirën e tij dhe me urtësinë e tij që çdo vepër që e bën të jetë shkaktar që me të fut në kënaqësinë e Allahut dhe në xhenetin e tij. Kur ndëgjonën sahabët që Allah Azza wa Jall po i veçan këto ditë dhe i dan këto ditët me vepra, do të thonë dan vepra më së shumti,
në këto ditë, sahabët i thanë dërgumit të Allahut, wala jihadu fi sabilillah, thonë një krahasim që Zoti dan më shumë këto ditët me vepra të mira, më shumë se sa lufta në rrugën e Allahut, me ka thonë po. Pse sahabët e kanë pyet këtë pyetje duke thonë më shumë se sa në rrugën e Allahut, në kuptimin që sahabët nuk ka qenë vepër më e dashur në kohën e tyre që Zoti e dan dhe vlen më së shumti se sa me luftu në rrugën e Allahut. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na tregon që edhe Allah azza xal më së shumti se sa në luftën në rrugën e Allahut, këto ditë e dan, domethënë adhurimin, e dan veprën e mirë. Dhe i veçan këto ditë shkak i veprës dhe ja vlerë, domethënë veprës që Allah azza xal e dan veprën dhe e shtan shpërblimin e ta. Andaj vëllezër, kujdesni për këto ditët. Të shfrytëzojmë këto ditët. Në këto ditë fali namazit ditor. Shtoje dhikrin, thuj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apo mënyrën e dhikrës tjetër që ka në transmetim prej sahabëve që ata në çdo cep, qoftë edhe në pazarët e tyre kur kanë shku, kanë bë duke thënë Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Shtoje sadakan, shtoje leximin e Kuranit. Agjera nga se ka ardhur vepër e sahabëve që ata kanë agjeru. Pastaj vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu për ata që dëshirojnë me therr kurban, që në fillim të këtyre ditëve, që ditën e parë nuk lejohet asnjë send prej trupit ton me largu dhe asnjë kime nuk lejohet që na me shnuk me largu dhe nuk lejohet prerja e thënjeve dhe kështu të meradh, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë derisa të falet namazi i Kurban Bayramit, atëherë për ty lejohet hekja e çimeve, hekja domethënë e thënjeve dhe kështu të meradh. Andaj vëllezër, urtësi nuk vendos Allahu azza xal diçka vetëm që në të ka urtësi, subhanallah. Pse Allahu azza xal e ka lënë që ata që dëshirojnë me therr kurban, e therrja e kurbanit është diçka në fund, mbas që kryet haxhin e ditën e Arafatit, që nesër domethënë e kemi Bayramin, therrë domethënë kurbani si një afrim tek Allahu azza wa xal. Si mund që njeriu ju ka përmbajt ata që janë në haxh, rregullat e haxhit, ndërsa na që jemi këtu, thonë jashtë haxhit, e ka për qëllim që urtësi që na ju kemi përbajnë domethënë këtyre ditëve me adhurime të lloj-llojshëm dhe fund e bujmë niyetin që të jetë vetëm për Allahun azza wa xal, e pse ky kurban shkaku domethënë i ditëve që i kemi kalu në adhurim, Allahu i dan veprat dhe në fund është si ngrumbullim i veprave të mira, therrja e kurbanit që të jetë vetëm për Allahun azza wa xal. E po madhështor e kemi këtë din, këtë fe, walhamdulillahi rabbil alamin.